Si zakonisht trajneri Oltër Kërnaj do përgjigjet pyetjet tuaja dhe vijojmë me pyetjen e parë. Profesor, keni një pjesë të dytë të kampionatit shumë të mirë, 15 pikë, 4 fitore, 3 barazime. Është gjendje e Partizanit ta mbajë këtë trend rezultatesh? Besoj që po, përderisa çunat po vinë në rritje, gradualisht format të gjithë djem po vinë në rritje dhe shpresojmë që të vazhdojmë të mbajmë të rritëm. Ju jeni ndër ato skuadra që keni fituar kampionatin e kaluar në Progozhin. Sa mund të përsëritet ky rezultat? Atëherë, me besim të plotë djem të stërvitja aty në gjatë gjithë javës, ne shkojmë sigurisht për fitor, edhe pse për respekt maksimal për ekipin e Ignatias, kampionin në fuqi, por ne shkojmë sigurisht për fitor atje. Çdo për Partizanit të ketë përballë jo thjesht një skuadër kampione, po një Ignatia që kishte pjesë më të madhe të lojtarëve në promocionin më të mirë të vitit apo që ka dhe një më të mirë. Po, futbolli, fal Zotit, nuk luhet me ato që janë në formacionin e vitit, ose me anë të gazeta, futbolli luhet në fush, në të kundërt nuk do shkonim fare të luanim, nëse do nisim nga mbrëmja gala, nuk do ikim të luanim fare, kështu që do fitote Ignatia, por ka tregu fusha, ka tregu tjetër gjë, djemët janë në formë, çunat janë stërvitur shumë mirë, shpresojmë, e them përsëri për një rezultat sa më pozitiv, pse jo dhe me fitore. Këtë prende me Ignatin dhe pasaj nga të setër me Dinamo dhe shpresojmë, ose besojmë në mbyllje fund vitit pozitiv? Atësh i fokusi jonë është Ignatia, pavarësisht se ju jeni tifozit Dinamo dhe keni dëshirë të merrni informacione mbi Dinamo, fokusi jonë është Ignatia ditën e nesërme, dhe pas Dinamos, pastaj do shikojmë përgatisim ndeshjen. Pas Ignatias përgatisim ndeshjen me Dinamo. Për te kampionatit, keni bërë një ligës kërkesash për përforcime në merkatin e ligës sepse po të ketë ato janë çështje të brendshme të klubit, grupi është ku ka nevojë ekipi të përforcohet, ne i dimë dhe këto janë çështje që janë duke u zgjidhur, besoj shumë shpejt do të zgjidhur. Dhe një të fundit sa nga të dëmtuarit që keni pasur në ligë keni mundur të rikuperoni? Ate janë rikuperuar thjesht gjithë, përveç se Prekës dhe që besoj të kthehet përsëri me Dinamo. Vazhdojnë të dëmtuar Dumbja që e ka mbyllur vitin diet, kthehet në janar. Pjesa tjetër është e gatshme. I kthehet Martinez dhe pjesa tjetër është e gatshme. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit juve.